Loredana Brati, e shkurtër, por e lezetshme, një kapitull që më mësoi shumë. Pas dritave të skenës dhe zhurmës së publikut, Loredana Brati, ish banore e Big Brother VIP 4, duket se ka zgjedhur të ecë me një ritëm tjetër. E qetë, më reflektuese dhe me një qasje të re ndaj jetës. Ajo foli së fundmi për gjithçka që ka ndodhur pas shkëputjes nga televizioni. Dhe për videon që pa dashje e vuri sërish në qendër të vëmendjes. E ftuar në emisionin Shqipëria Live, Loredana rrëfeu se momenti i shumë përfolur, ku një fan se puthi papritur gjatë një eventi në Vlorë. Nuk ishte as pak i planifikuar. Ishte një çast i çuditshëm, i papritur, kujton ajo, me një buzëqeshje që fshes sikletin e asaj kohe. Ai ishte shumë i emocionuar, po dridhej. U afrova për ta qetësuar, pa menduar se çfarë do të ndodhte më pas. Dhe ja, në një sekond më puthi, pa e pritur, pa e kuptuar. Instinktivisht i kërkova ta fshinte videon. Nuk doja ta bënte publike, por kur e pash intervistën e tij më vonë, mbeta e shokuar. Fliste për mua si kur të kishte ndodhur diçka më shumë. Ishte e padrejtë dhe e panevojshme. Ajo shton se momenti u keq interpretua dhe se ndjeu mungesë respekti. I takonte të kërkonte falje publike. Njerëzit harrojnë që ne jemi njerëz, jo vetëm figura televizive. Shpesh e gjej veten duke u sjell me fansat si me fëmijët e mi, me dashuri, por edhe me përgjegjësi. Por historia nuk mbaron këtu. Rrjetet sociale të pangopura me thashe theme shpërthyen sërish, këtë herë me lajme për një lidhje të mundshme me saj dhe një konkurrenti të përputhen. Loredana i hodhi poshtë me vendosmëri këto zëra, duke i quajtur përalla që nuk ekzistojnë. Kur pash ato lajme, mbeta pa fjalë. U bë një histori që nuk kishte asnjë bazë. Thjesht ndodhi që isha në një drek me miqtë e mi. Dhe ai djalë ndodhej aty sepse kishte lidhje me restorantin. Më pyeti me mirësi pse e lash emisionin dhe kaq. Asgjë më shumë, shpjegon ajo. Arsyeja e largimit nga emisioni, sipas saj, ishte më e thellë dhe personale. Ishin disa faktorë që më quan drejt këtij vendimi. Ndonjëherë ndjen që duhet të mbyllësh një kapitull për të hapur një tjetër. Nuk jam pishman. Ishte një eksperiencë e shkurtër, por e lezetshme që më mësoi shumë për veten dhe për botën që më rrethon. E sinqert dhe drejt për drejt, Loredana e mbylli bisedën me një reflektim të thjeshtë, por domethënës. Në fund të ditës, nuk ka rëndësi sa gjatë zgjat një histori, por çfarë të lë pas. Për mua, çdo përvojë është një leksion dhe unë po mësoj ende. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.